E ja kështu jemi kthyer në pjesën e dytë për të diskutuar për politikën e vendit dhe politikën e jashtme. Zagreb thot Merz, rendi i ri botror në zhvillim nuk duhet pengoj procesin e zgjerimit të BE-s. Rendi i ri botror është një term faktikisht që ka dekada që nga 11 janari 11 shtatori famshëm, kur anë kullat binjake, është diskutuar termi rendi i ri botror. Kristiano, pat më shohin që nga më afër, të keqe. Rendi i ri botror diskutua edhe në pandemi 2020 dhe bota shkoi drejt një rendi globalist, komunist të kontrollit. Ka ardhur bjondi në shtëpinë e bardhë, Donald Trump, ka ndryshuar konfigurimi, ka ndryshuar gjithçka. Çfarë po ndodh? Po ndodh që internacionalizmin dhe pushtetin kines, Trump e ka ndaluar. Rendi i ri botror në zhvillim, pra ky i riu, nuk duhet të pengoj procesin e zgjerimit BE-s, që do të thotë në BE po vjen erë ky muhabeti i zgjerimit. Do të zgjerohemi apo jo? Apo gjithmonë kur vjen Shqipëria vjen e fundit dhe ka rrezik nuk do gjej BE, ka thënë dhe Rama dikur. Kështu që zhvillimet e reja që po ndodhin në përbot, këtë vrapin ton të madh për ndryshuar, për bërë reforma, për të bërë ligje me urgjencë, ka mundësi ta lërë dopi 6 në dorë. Dhe Shqipëria si një kal i lodhur që të rriqet për hunde nga Edi Rama, ka të ngjarë që të ndodhet pikërisht tu rendi i ri botror, ta ketë nxjerr stërlodhur, ta ketë nxjerr, si thotë ai, o toni, me brek grisra të hymë në Europën, edhe ka sakt fare. Të lutem Andro, Esposito, përdorimi i tepruar dhe i parësyshëm i masës së paraburgimit në Shqipëri. Tani vjen Europa në Shqipëri. Se në letra ne jemi më mirë se ata. Si i kemi ne ligjet, si i kemi ne letrat. O të keqen e toni. Halli është që kur vinë këtu shohin. Shqipëri burgjet janë plot. Po plot e për plot. Dhe kodin i penal do t'i mbush edhe më plot e për plot burgjet. Pse? Sepse doktrina e Edi Ramës kur erdhi në pushtet ishte burg, burg, burg. Për gjithçka. Filloi burg për energjinë elektrike, burg për ndërtimet pa leje, për një dritar, burg, 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 burg. Kap fut në burg. Natyrisht që ky është represion, ky është terrorizëm shtetëror për t'i krijuar njerëzve terrorin, që ky vallaj nuk ka shaka me këtë hyn burg, dhe për këtë arsye 1 milion shqiptar gjatë qeverisjes së Edi Ramës kanë marrë valixhet, por mos provu burgun, ka thënë o burg, o kurbet, dhe ka dalë më mirë në kurbet. Natyrisht na ka dalë shumë keq ne. Tani vjen ky nga Europa, e thot, përdorimi i tepruar dhe i parsyetuar masës për burgimit në Shqipëri, të tjera. Ma nxirën çik hipokrizin shqiptare? Hipokrizin shqiptare. Më vjen ta them Ramallari, se derivatet e Ramës janë këta, është Lamallari, veprat penale të dënueshme deri në 3 vjet të mos ndiqen në paraburgim. Thot, mas 13 vjetësh burg të Edi Ramës, të qeverisjes së Rama, vjen ministri i drejtësisë, mbasi ka ardhur ai boti nga Europa dhe thot, veprat deri në 3 vjet të dënueshme të mos ndiqen me paraburgim. Teorikisht në demokraci, sistemi i lirive beson tek njeriu i cili është jo i përsosur, pra njeriu me të metat, me veset e tij, dhe beson më tepër tek të paguarit. Pra nëse ti bën një dëm pa cënuar jetën e tjetrit, paguaj. Ndërkohë që drejtësia shqiptare ka hyrë në qertullin që merri kputi futi në burg qelpsirat plerat, futi në burg se sa më shumë e do me daja ky popull, aq më shumë neve bëjmë hajër. Dhe kur vjen ai nga Europa, del ky tjetër, s'ka dalë Rama vet. Në fakt Rama ka dalë dhe ka thënë këtë gjë, me thënë të drejtë për të qenë të sinqert, kur ka ardhur te Byça, kur ka ardhur puna tek Balluku dhe këto të tjerë, ka thënë natyrisht për shkak të atij të Europës, kemi shumë paraburgim. Këta pra e kanë bërë ligjet, qeveria ka bërë ligjet, kush ka bërë ligjet? Nuk ka bërë drejtori i burgjeve. Qeveria ka bërë ligjet dhe për këtë arsye, ashtu si e bën reformën drejtësi, të merr prokurori, të fut brenda, pastaj gjen veprën penale se çka ke bërë ti. Sepse ky është dështimi i reformës drejtësi. Ky është
mosbërja e drejtësisë ose bëra shtrëmbër e drejtësisë për krijuar frymë terrori dhe përsëris për këtë arsye është shpopulluar ky vend. Ec në vend tjetër. Ec të keqen vllai, ec. Gjysma e draftit të kodit të ri penal u ndryshua pas konsultimit publik, thot Ramallari, i cili emrin e vërtet e ka Lamallari. Lamallari ka thënë, gjysma e draftit për kodin e ri penal na qenë kështë ndryshuar pas konsultimit me publik. Unë e fuz veten te publiku. Ti që po më dëgjon këtë çast, e konsultuar nga ky Lamallari, e konsultuar gjë? Unë nuk di të jemi konsultuar ne si publik me këtë gjë. Unë nuk di edhe miqë shok jurist që kam, të jenë konsultuar. Pra, të jem lërur avoketrit, se shoh miqtë e Erald Daga, cilë më kanë patur kolegë dhe partner këtu në emisionin periudhë kohe, nuk është konsultuar, fjala vjen. Altin Goxhaj, avokat, nuk është konsultuar. Me kë është konsultuar? Me kë është gjysma e publik? Kush është ky publik? Me minatorët, me karpentierët është konsultuar ky? Unë nuk e di, nuk kam dieni për këtë gjë, prandaj kam të drejtën time të them. Me ne nuk është konsultuar. Pik muhabeti. Ec pak se kemi gallata të tjerë. Bardhi. Zvaritja për imunitetin e Ballukut, strategji për të bllokuar SPAK-un. Vjen dhe ky muhabet tek ajo me cilën e nisa unë këtë gjë. Por keni parasysh që ky muhabet i Balluku është dominantja e 3 muajve të fundit politikës. Është kyçi e cila ka bërë politikën shqiptare të vazhdojë të degenerojë me ritme jashtëzakonisht shpejta, vazhdon të bjerë politika sepse ka ngrirur tek ky ngërç. Bardhi, ish ministri i drejtësisë i qeverisë Rama stabilitet, thot zvaritja për imunitetin e Ballukut, strategji për të bllokuar SPAK-un. Strategji për të liruar SPAK-un është bie qeveria, bëhet qeveri teknike, edhe lirohet kjo punë. Ecim dhe marshojmë. Rama, pagat e gjyqtarëve të njëjta me ato të Greqisë, s'mund të përdorin pushtetin duke ushtruar presion. Ka kaq ditë që po diskutohet që sistemi i drejtësisë ka nevojë për paga. Le të themi, ka qenë një periudhë e artë për sistemin e drejtësisë, kur pyesin orë pse kemi dhe rrogë, ikua e periudhë. Tani kanë ardhur në një realitet tjetër. Mirë, por problemi është këtu, që pagat të njëjta me ato të Greqisë. Ndoshta, nuk e di se sa marrin Greqi, por unë di një gjë. Unë jam aq i varfër sa nuk kam para të bëj pushimet as në Dërmi, as në Sarand, as në Ksamil, dhe prandaj shkojnë në Greqi. Se në Greqi, edhe çmimet e turizmit, po edhe çmimet e të ngrënit të pirë, janë shumë më të ulta se sa në Shqipëri. Kur them shumë. Kështu që vërtet i dashur Edi, pagat e gjykatësve shqiptar janë të njëjta me ato të Greqisë. Por me të njëjtën paga i Greqisë jeton shumë më mirë se sa një gjykatës shqiptar. Ma beso këtë gjë. Dhe e dyta, Shqipërisë nuk i kushton absolutisht asnjë gjë, nëse gjyqtarët marrin pak dinjitoze për atë kontribut që mund t'i japin në realitetin. Jo për të zbatuar atë posaçi kod penal që keni miratuar. Kupton që hyn edhe seksi brenda, që hyn edhe parkingu e këto budalliqet e tjera. Por në një sistem të së drejtës, qofse gjykatësi paguhet më shumë se kryeministri, ma beso, është më mirë për vendin dhe krahasimet i ka njësoj me këtë, më shumë se ai, më pak se ai, mund të gjenden në përbot. Relativizimi i këtyre gjërave nuk ka sens. Sepse në Greqi për shembull, po them unë, apartament 6.000 euro, 10.000 euro metri katror, është vështirë të gjesh, mund të gjesh, por jo masivisht. Dhe një gjykatës në Greqi për shembull, mund ta blej apartamentin shumë më lirë se sa një gjykatës në Shqipëri, prandaj duhen lekët gjykatës në Shqipëri. Një gjykatës në Shqipëri e tjera se po zgjas se plas as për gjykatësit, por në fund fare relativizimi i këtyre është jo fort logjik. Natyrisht e ha turma, dhe turma e patronazhistëve, cilët do thonë, ja, ka thënë Rama, por nuk e ha turma ose më saktë populli i cili edhe nëse lëviz në çik në përbotën, e kupton këtë realitetin e gjykat. Spiro Pali, kumanzore Cristiano. Spiro Pali pret Albertin. Alberti është ambasadori i Italisë në Shqipëri. Diskutojmë përgatitet për forumin e korridorit 8 në Tiranë. Mërberti. Ti nuk e di Mërberti,
i them ambasadorit, ti nuk e di më Xhani vllajt, se në Shqipëri sa herë bën një gjë, Zoti bën një shaka. Zoti bën një shaka dhe në rastin konkret korridori 8 është nga Durrësi, vazhdon pastaj Selanik e vazhdon deri në Turqi. Po është kjo rruga që kalon nëpër Shkumbin, rruga që kanë bërë dikur edhe romakët, që ka bërë korridori 8 via Egnatia, që kalon zbret nga Durrësi ose edhe nga Vlora, hyn në Lugin të Shkumbinit dhe ecën del në Qafthan e tutje. Një pjesë e juaj e di për çfarë po flas. Të lutem ma nxirr pak. Rrëshqitje gurësh në Dragostunj, korridori 8. Bllokohet qarkullimi në aksin Librash-Qafthan. Urdoja ku e keni. Të lutem, ma hapi herë foton të plot, ma hap të plot, Kristiano. Shikoni çik rrugën, shikoni masivet shkëmbor që kanë rënë në mes të rrugës, dhe kjo rrugë, që ta kuptoni ju, është rrugë ndërkombëtare. Është rrugë ndërkombëtare. Këtu vinë kamiona nga Turqia, nga Bullgaria, nga Rumania, kalojnë dhe dalin port Durrësit dhe e kundërta. Kjo që ka ndodhur këtu, ka qenë dora Zotit, që ka shpëtuar pa një të gërvishtur, qoftë një kalimtar, në një moment pik ka qenë ditë e diel dhe një pjesë e njerëzve shkojnë dhe vinë, se bëjnë pushimet edhe brenda të Shqipërisë, Pograd, Skorç, këtu të kalosh nuk e ku shkon. Një rrugë e cila ka zgjatur sa ndërtimi Kalas Rozafës, miq nderuar. Ka vite që ajo pjesë rruge është shto këtu, hap atje, bëj semafor, bëj me gropa, cop si rrugë, e ndërkohë vazhdojnë punimet edhe lart. Por çudi, lart po punoj, por nuk ka pasur fajin punimet. Në rrugë ka pas fajin mali që ka pirë ujë shumë. Siç duket ka ngrënë një gjë të kripur mali. Deri këtu jemi okay. Dje unë isha dëshmitar, isha 1 kilometër më para rrëzimit të këtij masivit, dhe bëj varg i gjatë. Ajo që ishte të mërshme nuk është rrëshqitja e dheut, që është llatarshme, është ta gjedi vete, sepse kuptohet prandaj shërbimet për kace gjeologjike apo ku diun se çfarë ka shteti, që mat dhe shef, ajo rrugë është e pasigurt nga Quksi, keni parasysh ura Bushtricës, ti udhton në Shkëmbin që të varen mbi kokë, deri afër Elbasanit. Ti ke shkëmbi të tillë që mund të bien dhe era e skurrë thon mes rrugës gjen copa gurësh. Ajo është rrugë fare pa sigurt, ë? Gjithsesi, shërbime për kace, rastin konkret duhet ta kishin matur dhe parë. Po e lëm që e bëri Zoti këtë punë. Zoti i cili, siç duket, ishte me pushime edhe ai në Shqipëri, edhe na shpëtoi ne. Po në ditë mund të shkojnë në Ukrainë të merret, dhe mund të kalojnë 2 autobus paralelisht dhe kuptoni vetë se ç'mund ndodhi. Këtu po e heq të pjesën e këtyre shërbimeve, po marr vetëm pjesën humanitare. Në moment që ka ndodhur kjo, kuptohet që krijohet radh nga një anë, radh nga ana tjetër. Ne gjetëm një rrugë alternative, ishte nga autolishti në dardh e dilenyrit të Librashtit. Një rrugë cop, rrugë fshati pa asfalt, me luc, dhe tersi e donte që u nisë makina dhe nga ky krah dhe nga ai krah. Dhe bën një llahtar i madh për rregulluar makinat, eci çik këtej të dalun këtej, dikush nxirrte rrotën në Gremin, dikush hypte në mal, pakën si ka një solidaritet dhe bravo i qoftë shqiptarëve aty pa që nuk janë vetëm shqiptarët dhe shoferët që vetëm zihen vetëm kështu, por edhe merren vesh kur është krizë trafik, dikush tërhiqej, dikush shtyhej, dikush hypte rrotën sipër. Bravo i qoftë për këtë gjë. Ja ku e keni, ja ku është. Pra, nuk është ky problemi. Problemi është që në gjitha të zamallahi, në gjitha të rrëmuj, ku duke qenë se ne dolëm në rrugë pa rrugë, dhe u shpërngull gjithë trafiku, aty morëm ne policinë telefoni, tham, të dashur polic, qine çfarë është ajo. Ka ndodhur kjo gjë, a mundet të paktën o të vi dikush që të rregulloj trafikun, ose të thonë njerëzve mos hyni se është llatar. Çfarë bëj unë, ishte i gruaja atje. Çfarë bëj unë, tha? Po ne ç'të bënim. Dhe më vonë doli dhe policia, e cila në mënyrë të vrasht vetëm ndalonte makinat dhe nuk jepte zgjidhje. Nuk kishte një makinë policie i cila kishte ndaluar, kishte vënë tabel stop, zonë e tillë apo zonë e tillë. Nuk kishte një qendër emergjencësh. Nuk kishte nga ana tjetër një shërbim që po them të vendose një kalim nëpër këtë gjën këtu, që të merrë fëmijë pleq me autobus e të çojë nëpër destinacionet e tyre, sepse më nder urinën nuk kishin ku e bënin njerëzit. Dhe kishte fëmijë pleq, çfarë nuk kishte, që kanë ndër 7-8 orë këtu.
Pra mungon shteti në kuptimin më absolut dhe ajo që është më e tmerrshme, shtetit shqiptar mungon njerëzi lloku. Nuk kujdeset për njerëzit. Ky është shteti i betonit, ky është shteti i çimentos. Fare nuk pyet se çfarë ndodh me njeriu. Dhe këtë jam unë dëshmitar dje. Ecim. Shkoni çik se kam një lajm gallat. O Krisi, të lutem, ma hap edhe këtë full screen. Dhe ta shohin shqiptarët se më duhet të qeshin një herë njerëzit, pastaj t'ia shpjegojnë. Transporti hekurudhor, qymyri dhe nafta mbajnë peshën kryesore. E lexuat? Duket si një lajm i nxjerr nga vitet 86-87 nga kronikat e RTS-s. Transport hekurudhor, e dini ju që keni hekurudha shqiptar? Qymyri, që kur hyri demokracia në 90-ën, u mbyllën minieret e qymyrit. Nafta mbaj peshën kryesore të kujt. Ky titull lajmi dhe ka me ATSH me kolegët e tash mua më takon të them kolegë. Por ata që i drejtojnë dhe bëjnë propagandë të tillë, duhet të jenë o gjytyrim ose të ndyrë. Dhe këtë e them kudo ju. Transport hekurudhor Shqipëria nuk ka, është i vetmi vend në botë besoj që s'ka transport hekurudhor. Gjithë tjera, duke filluar nga Kosova, Maqedonia, kanë hekurudha. Shive ç'thot lajmi. Transport hekurudhor në vend shënoi rënje. Gjatë tremujorit të 4 vitit 2025, si në transportin e mallrave, ashtu dhe në atë të pasagjerëve. Se natyrisht pasagjer kush do lvizi. Sipas të dhënave zyrtare publikuar nga Instat gjatë kësaj periudhe, përmes rrjetit hekurudhor u transportuan rreth 98.9 ton mallra, me një rënje për 26%, pra më shumë se çereku, në krahasuar me tremujorin e 4 pra të një viti më parë. Edhe volumi i mallrave transportuar u ndjeshëm duke zbritur në 3.36 milion ton për kilometër ose 25, pra çerek ka rënë dhe transporti i mallrave. Lajmi brenda thotë që edhe ai pak transport hekurudhor që është ka rënë çerekun. Edhe qymyri ka rënë çerekun. Tani, mas përthen njëri lajmi, transporti hekurudhor, qymyri dhe nafta mbajnë peshën kryesore të kujt? Të rënjes? Kështu bëjnë lajmet shtetërore. Kjo është agjencia të cilës ne i besojmë. Dhe prandaj marr lajmet kur i komentoj nga ATSH-ja, marr nga burimi më zyrtar që ka Shqipëria. Iqe se të tregoj një gjë tjetër pikërisht. Shikoni këtë zonjë këtu, Meksik. Sheinbaum, tarifat amerikane ndaj Kubës mund të shkaktojnë krizë humanitare. Kur bëri ndërhyrjen kirurgjikale, lazer në Venezuelë, Trump, pra vajti mori atë Maduron, bashkë me gruan, i solli Shtetet Bashkuara të Amerikës, tha, Venezuela është Kolombia, është Meksika, është edhe Kuba. Dhe kësaj zonjës këtu i tha, nuk je ti presidente Venezuelës, ta drejton mafia vendin. Edhe kështu është. Në Meksik drejton mafia. Mafia më rrezikshme, ato kartelet që i dini, janë meksikane. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në jug vazhdojnë të rrethuar me vende të cilët janë frymëzuar dhe nxitur nga Kina. Duke filluar nga Venezuela, kemi këtu dhe kemi edhe Kubën komuniste që thotë mund të shkaktoj krizën humanitare, por patjetër që duhet të shkaktoj dhe patjetër ata njerëz o duhet vdesin për bukë o duhet çojnë të rrëzojnë regjimin. Se nuk mund vazhdojë të qëndrojë një regjim komunist që mjeron dhe shkatron dhe vret popullin e vet akoma në fuqi në kufi me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga Kuba duke në kufi të Amerikës. Dhe kjo ka të drejtë, por kjo duhet të rregullojë vendin e vet, e cila është kryer dhe korruptuar nga mafia. Dalim dhe një lajm tjetër që besoj ka të njëjtën vlerë, SBA, një nismë humanitare, kthen gjobat e parkimit në ndihmë për macet e braktisura. Shikoni, fjala humanitare, human do të thotë njeri. Pra, nëse ti i merr gjobat e parkimit dhe a jep humanëve, kjo është ndihmë humanitare. Nëse maceve është animaliste. Dhe nuk është humanizëm në një vend me 1 milion probleme, një vend që ka, ku di unë, kriza, që ka të varfër, që ka të mjerë, të thuash nisëm humanitare. Okej, është një nisëm, por nuk është humanitare, për macet e braktisura. Gjobat e parkimit. Do më thënë, gabon njeriu dhe ato lek merr dhe ja jep maceve të braktisura. Mendoj unë. Po unë nuk jam i majt.
unë nuk punoj për kafshët. Mua më dhomi në shpirt njerëzit dhe punoj për ta. Kafshët kanë jetën e tyre në ekosistem. Mire thash? Jo, do thoni ju. S'ka problem. Armir Shkurti, Kristiano Xhanar dhe Zjarr Televizion ju urojnë një natë të këndshme, mirë takofshim në revolucionin paqësor të ardhshëm.